Unë 2023-ën kom dalë me hartë. Është lufta, a ka me ndiku Rusia, apo jo? Jo, sepse në ditën e premte të 10 tetorit, premte 10 tetor, Rusia i ka dërgu letër zyrtare presidencës edhe qeverisë Serbisë, Putini, përmes ambasadorit i Bocan Harçenko, që është në Meselinë në Beograd, se deri me 1 vjetor, Rusia e furnizon Serbin me gaz dhe me naftë. Prej 1 vjetorit nuk ka mo furnizim. Në anën tjetër, në mandatin e presidentit Koštunica, ai ja ka shitur Gazpromit rus, nisin rafinerinë e naftës dhe gazit të Serbisë, ja ka shit Gazpromit. 53%. Pra, ligjerisht, Rusia dhe Putini janë pronare të rafinerisë së gazit dhe naftës në Serbi. Dhe ai nga 1 vjetori po ja nal qepin. Shkaku i mos dëgjueshmërisë Vučićit dhe lojrave diplomatike të cilat ai i ka bo gjatë të paktën 3-4 vite. Të cilën e ka Rusia për shkak të Ukrainës? Kinse, sepse Evropa furnizohet me gazin rus, po indirekt, e blen trefishin, e blen nga India. India prej ka e merr atë sasi të gazit që i ashet Europës? Nga Rusia. Pra, e keqja e krejt kësaj loje të Ukrainës është Evropa. Pra, Evropa e ka psu 4 fish, keq, në dëm të vetës, por në dobi të disa korporatave multilaterale që kanë përfitu. Miliona, miliarda, por edhe teritore brenda Ukrainës. Për ta lidhur këtë temë, do doja të pyes, cili është mendimi yt, kush është armiku kryesor i shqiptarëve, kosovarëve ose i shtetit Kosovës? Konica e ka kallëzu këto. Vetë shqiptarët. Alas kemi luftu me veti, me njëri nër veti, po mendoj prej ndoshta Kojshive ose... Pak shaka, edhe pse ka këtu një gjysmë të vërtete, sepse, shikon, ideja e shqiptarëve të Kosovës dhe e Kosovës, e Luginës Preshevës, e Sanxhakut, e Maqedonisë, e Çamërisë dhe pjesëve tjera të Malit Zi, ku janë shqiptarët,